Derisa nuk kemi certifikim të rezultateve, normal që kemi pas të tilla takime ose të tilla presupozime që po ndodhin takime, edhe pse edhe në informatat që i kemi ne, po ashtu na konfirmojnë që një takim i mundshëm është realizuar, jo ku janë diskutuar temat skaleta e një bashkëpunimi të mundshëm ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, por siç e kemi thënë në të kaluamën, pozita e kryeministit do të jetë pika ngërçi nyja kryesore e cila mund të bëj të pamundur një bashkëpunim të mundshëm ndërmjet partive opozitare të sotme. Kësaj radhe, populli mendon shkurt ka vlerësuar që asnjëra parti nuk e meriton që të çeverisë me tutje vetme dhe rrjedhimisht duhet të kemi parasysh edhe për koalicionet që duhet të ndodhin ndërmjet partive politike. Nëse nuk do të kemi trysni, nëse nuk do të kemi vëmendje më të shtume prej SBA-ve dhe prej Bashkimit Evropian, sigurisht që ngërçi do të mundet me qenë afatgjat. Nëse do të ndodhe kundërta, që presioni të shtohet nga SBA dhe nga Bashkimi Evropian, mund të kemi në fillimin e kësaj pranvere mund të kemi edhe institucione të reja, por thash edhe më herët, mos certifikimi i rezultateve po jep element alibi partive politike që të mos ulen dhe të bisedojnë seriozisht për një koalicion të mundshëm, kush me këtë që do të jetë më e përafërt.